Jemi në rubrikën temat preferume ku mikrofoni kalon tek dora jeme. Sot kam kënaqësinë të intervistoj një të ri që quhet me plot gojën figurë pasi ka kalu sfidat dhe pengesat për të bërë këtë qerë sot një punonjës social në spitalin rajonal. Unë mund të them se do të na tregoj shumë se vullneti dhe pasioni mund ka përcjell çdo sfidë edhe çdo kufizim. Ai është sot me mu këtu Elsi Cekja. Si je? Faleminderit për ftesën, edhe mirë se erdh në spitalin rajonal Shkut për me intervistu për jo më vizitu. Krejt bukur, një hapje super e lezetshme. Me të vërtetë inshallah s'kam nevojë kur marr mu vizitu këtu, por vetëm me një mikrofon dorë. Edhe unë ta uroj me gjithë zemër ty dhe tanë vëllezat. Shumë faleminderit. Kush është Elsidi me pak fjalë, se ma gjatë do ta shtjelloj me anë pyetjeve që unë kam përgatitur për ty. Kush është Elsidi? Elsidi është një djalë i ri, tash pak i madh, e dikur i vogël, një djalë shkodran, me plot sfida, me plot ëndra për me zbatu ëndrat edhe dëshirat e tij kur ka qenë i vogël. Unë vij prej një familje të thjeshtë në qytetin e Shkodrës. Kam kryer shkollën 9 vjeçare në shkollën Ismail Qemali dhe gjimnazin pranë gjimnazit Osokuka. Mund na tregosh pak për fëminin tënë, çfarë sfidash ke hasti? Si tonë mitë e tjerë, por unë pak më ndryshe, sepse do e di se jam një person edhe një person asil ndryshe, do të në thonë. Por ka pas sfida, por them vërtetën grupin tëm shoqëror. Të asaj kohe të kopshtit Beptusha, që të më e falenderoj edhe kopë që kam kryer atë, ka një staf, një staf edhe një grup mish nxënësi që kena kalu. Shumë bukur. Nuk më kanë bërë asnjëherë mundiket. Ka pas, dhe unë do e di se nuk kam mujt me ejtë drejt, ka pas probleme në shkalla, gjonë, por e kam kalu mirë. Bukur, nuk mundë me thonë që ka qenë shumë perfekt, por mirë. Okay. Pra ka pas paragjykime, ka pas. Po mirë, këto paragjykimet, ka pas momente që ke ndjej sikur janë pengesa jote më e madhe, pavarësisht se ti ke ka përcy, Du të me thonë diqka, kur në qështit, kanë thonë që Elsidi janë dhe problem fizik, edhe nuk të kanë para gjuku me menën e tyne, por asë njëherë në synin të. Asë njëherë nuk e kanë bërë të dukshme, edhe të evidentushme, që mu me mba mu një keqë. Por, ka pas raste, nuk mundën me thonë që s'ka pas. Por në momentin që unë kam folë, ose kam bisedu si e jasaj kohë, të betohe me plot sinqeritet, ka i paragjykimi sikur nuk e kanë me nuheq. Pra ti e ke përballu krejt në rregull, Ja, momo. Me mbështetjen e familjes edhe të shoqërisë. Që kam gjithmonë shoqëria nuk do të më lanë. Ose me thanë, grupi shoqëror jam ka kënë shumë promirët edhe afërmirë në rast të vështira të asaj kohë. Unë du të bëj një ndërhyrje përpara se të vazhdojmë bisedën, se po ndi sikur po të ve shumë para këtyne paragjykime, po Elsidi është një djalë, besoj, unë shpresoj dhe unë duhet me të pas idhull ty që pavarësisht çdo gjaje ti ke arrit mu ba çfarë ke dasht. Edhe shumë njerëz të tjerë duhet me pas një idhull si Elsidi, unë jam shumë i kënaqur që po të takoj sot edhe me marr mësime prej teje. Mësimet janë aq të bukura, po janë edhe të vështira, por pa mësime nuk ka rrugtim jetësor. Normal. Edhe të pas këtë rrugtim jetësor, besoj se çdo gjë ka me kalu bukur, edhe mirë. Shumë mirë. Po ç'a të shtyvi me zgjat profesionin e punonjësit social? Kjo është një pyetje shumë e bukur, edhe shumë më kthen shumë kohë pas në vitet e mia kur zgjolla deken. Ka keni diçka e bukur. Gjimnazi ose ku ka është frymëzant. Është dashni me vetë. Ata e kuptuan që Elsidi do të më shku të shkencët sociale, sa aty i përkisja. Jo se nuk dosha vetë, por me nxitjen e mësuesve edhe drejtuesve asaj shkolle, unë hina te puna sociale. Sepse puna sociale është diçka shumë e bukur. Ndash është për mendimin tjetër. Ndash është për mi ndëgju edhe mi kuptu ashtu siç janë. Si që edhe unë kam dash me më kuptu në rrugtimin të deri sot. Shumë bukur. Është një punë shumë e bukur, do ta mendoj për vete. A ke hasë vështirësi gjatë rrugtimit tënd për mu punësu edhe me marrë këtë profesion?
Unë du me thanë diqka, unë pata fatin në vitin 2019, kur qeveria hapi për me punësu personat në asit. Që në vitin 2013 që qeveria e banit mujton që personat me asit ku vidu me mu punësu në shtet, ose në sektorin privat apo në shtet, ishte një gjë shumë e madhe për mu. Kam pas fatin që sa po kam kry shkollën e nalë, jam punësu fill në spital Shkodër. Nuk jam punësu i 100% definitiv, kam kënë me kontrat të vazhdueshme një vit, ma dhe kam kalu definitiv në spital. Shumë bukur. Po, si e integru ti me punën edhe si është një ditë e zakonshme për ty në punë? Shumë interesante mu diskutu kjo. Kja shumë interesante dhe e bukur, për e vështirë kur e mendon se kom u banë në spital. Rrugtimi jem përdiqëm nga shumë i bukur. Qumë nalde, në shpi, ha me ngjezin e lezeqëm që janë tanë në përshpi. Në orën 8:10 jam të spitali Rajna Shkodër, ku banjë mledhje tonë mjek e repartet, sepse spitali Rajna Shkodër ka 21 shërbime, nuk janë një, janë 21. Bëhet mledhja dhe konsulta e nadët, çdo shef i shërbimit kalon të kryinfermierat për katë, kalon të kryinfermierat dhe kryinfermierat automatikisht e kalojnë punën të unë. Pastaj, unë në çdo repart, ku është e nevojshme, shkoj dhe jap kontributin edhe mbështetjen teme të vazhdueshme për ata pacienta. Shumë bukur. A është e vështirë që mbështetja jote dhe ky suport jote emocional me shku tek pacientët e tu? Apo ti arrin me bë punën më së miri? Kjo dyta është pak e bukur, pak e vështirë. Gjë që do të thonë në diçka tjetër, realisht. Në spital ka vetëm 2 rrugë. Nuk ka një rrugë të tretë, 2 rrugë janë. O për hap, o me pa hallin e dikujt. Unë mundohem, përkushtohem që pacientat tanë me dalë të kurum dhe të shërum nga ky spital. Që përqinja ma madhe në 90%, në 95-99% dalin 100% të kënaqur. A ka defekte? Ka. A ka gjana? Ka. Por na nuk mund të më thonë që nuk ka. Marrëdhënien me kolegët. Si të shkon dita këtu me ta, se besoj është një dita bëhet edhe më e lehtë kur ke kolegë pranë teje. A di thënë si gjë? M'fal pak që ndërpres, por ju që nuk e dini, kemi kolegë pas kamerave që po na shohin, prandaj edhe e bëna këtë pyetje. Nëse unë nuk kisha me kënë këtë që jam thëtë është palë kolektivit. Nëse puna jeme është puna tyne. Puna tyne a puna jeme. Nëse ne nuk kena këtë harmoni dhe këtë benjagzim të përbashkë, në asë dhe një punë nuk ka me kënë efikase apo e bukur. Unë kam fatin e mirë në 5 vitet e mija punë ndaj zyrë me një kolegë që e kam shumë dashamirë, quhet Paulo, ndaj zyrë në 5 vitet e mija të rrugtimit. Më kam mësu shumë për rrugtimin e punës dhe të përdiqëmërisë teme këtu në spital. Falenderoj mjekët që pa ata nuk ishte me kënë këtë, por njëkohësisht edhe infermierët që janë të pa imagjinu, dhe stafin mbështetës që e letësan rrugtimin e një tjetërt. A ka ndonjë histori nga puna jote që ti e ke dëgju, pra ti si punojës social, edhe të ka prek ty personalisht? Ka pas raste shumë, se këtu ka një problematika të muaja. Por, di me thanë këtë që rastet janë të prekshme, por janë edhe të shumë të menaxhueshme. Ne kena shumë bashkëpunim të mirë me shërbimin social shtetëror, që është një bashkëpunim shumë i mirë. Po ashtu edhe me Bashkinë Shkodër, me strehat, me azilin e pleqve, që janë shumë gjana të mira për ne. Që puna jame me shkuat ku duhet me shkuat. Jame ndërprej. Në momentin që pacienti e merr trajtimin, kryen trajtimin për katë, ne munduna me strehu, nëse është i pastër. Super. Po ti, çfarë do të thoje të rinjve që dojnë me zgjallë këtë profesion, punën sociale dhe pse jo me ardhë me marrë mësime nga ti në zyrë, siç theti që ke mësuar nga kolegët e tu? Unë kam fatin me kanë referent
në Universitetin e Shkodrës. Dhe ato një herë në javë e marrin atë që duhet me marrë feedbackon nga ata jetë. Për punojnësin social në shëndet, në këtë rast në spital. Di me thanë diqka, puna sociale është gjithë shka. Ashtë ekonomi, ashtë dashuri, ashtë mirëkuptim, ashtë tolerante, nata është një glob me tana ngjyrat, ose me tana kontinentet, kështu është puna sociale. Shumë bukur. Tani, dalim pak nga profesioni, kalim pak të ti. Qa do t'i thoje të rinjve tashma për pengesat, për gjykimet, pengesat fizike, pra që nuk janë kur një mal që nuk kalohet, gjithmonë kalohet. Kalohen edhe kalohen, mjaft bukur. Në Shkodër ka persona ma të kufizume që të unë moj po. S'mune me thanë të tjerë. Ka vështërsi për në Shkodër 2 vitet e fundit, infrastruktura shkollore dhe rrugore, ka arritje fje për mirësi. Ku të me thanë këto? Në rampat e institucione, në rrugët me bicikleta që bashkia ka ba, në spitalin rajonal Shkodër, ka rampa që personat me karrotë, mundet më rregullu. Dhe me thanë, këto 2 vitet e fundit, në qytet ka fillu me mundi pak lehtësimi i personave, me aspsit ku fillu me. Kurse për të ri që nuk kanë asnjë problem, asnjë që ja uroj me gjithë zemër të kenë rrugtim sa më të bukur e sa më të marrë jetën e tyre, ashtë Shkodra punohet, në Shkodër artimohet, në Shkodër jetohet, e të në gjonat bëhen në Shkodër. Gjithë shka është e mundur. Na të kena dëshirë. Dëshmia ma e madhe e kësaj gjaje je pikërisht ti, unë e çdo kusht tjetër. Po si mund bëhet shoqëria ma përfshirë se dhe mbështetëse për këta njerëz? Gjithë të cili prej nesh du të me drejtu gishin ka vetë. Nëse ne shofi belcidi në rrugë, ta shofin se vllani vetë. A kishin dashur ata vllajt apo motër, mi thani fjalë keqe apo me shty. Makne, nëse ne ecim me këtë mendim, nuk ka me asnjë paragjykim asgjë. Por nëse ne nuk e mendon këtë gjë normale, që ka me por besoj se ato të kur t'ja gjë. Po. Tashti, se kjo ishte pyetja fund, po unë do të afrohem pranë teje. E kush do t'i thonte një fjalë keqe një idhull si Elsidi me një histori frymëzuese, me një histori inspirimi, që sot je këtu në karrigen ku je edhe duke mposh çdo pengesë dhe çdo kufizim. Unë bashkë ke një fjalë fundit? Faleminderit për ftesën, edhe je shumë i mirë. Shumë faleminderit. Inshallah një rrugtimin të për në punën që dëshiron ti. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj tanëve, të falenderoj ty për kohën tënde, edhe rikthena në studio.